Siç e dini, përpara 2-3 ditëve është hapur fushata elektorale në Shqipëri, sepse Shqipëria voton zgjedhjet e reja parlamentare me datën 11 maj. Mirë po, sigurisht nuk është ndonjë surprizë e madhe që ne votojmë etj etj për partitë të caktuara politike këtu, por surpriza e kësaj radhe, domethënë, janë votat e diasporës. Pra, kësaj radhe voton dhe diaspora, votoni dhe ju dashur miq që jetoni në Itali, Gjermani, Angli, Francë, Belgjik, Holland, Zvicër, Amerikë, kudo që jeni, kudo që ka shqiptar. Do votojnë me postë dhe në fakt i gjithë kurioziteti i on që jetojmë në Shqipëri është se si do votoj diaspora. A do numërohet vota diasporës ashtu siç duhet? A do vi vota aty ku duhet? A do kemë mundësi të gjithë shqiptarët, bashkëdhetarët tanë që jetojnë jashtë vendit të votojnë? A do jenë në shtëpi kur ti trokas ai që ti çoj zarfin për të votuar, sepse rregulli kështu e don, ai do vi 3 herë në shtëpi, t'ju trokasi dhe t'ju japi zarfin që ju të votoni. Dhe me të vërtet, ne jemi të gjithë kurioz se si tek qysh do votoj diaspora. Tani, nuk e di, do doja një përgjigje nga gjithë ju që ndodheni jashtë territorit Shqipërisë. A mendoni ju se diaspora do jetë vendimtare në këtë zgjedhje?